Ish kryeministri Sali Berisha ka dëshmuar 2 orë në SPAK për 4 të vrarët më 21 janar 2011. Absolutisht asnjë urdhër nuk është dhënë për të qelluar, asnjë urdhër dhe kurrë nuk mund të jepet urdhër. Basha ka ardhur në zyrën time dhe ka kërkuar nga unë, sepse ishin thyer xhamat me plumba dhe me gur. Të dritarja ngjitur me tavolinën time dhe ministri e komandanti i gardës kanë ardhur dhe më kanë thënë të më evakuojnë, jo i thash, sepse unë isha jashtë me ambasadoren gjermane dhe u futa drejtë në zyrë. Unë isha në detyrë. Jo, unë isha në detyrë. Kjo është zyra ime. Kjo ka qenë kërkesa e tyre dhe unë kam qëndruar në zyrë deri në fund. Aty ka pasur një ndërmjetësim ndërkombëtar. Ka ndërmjetësuar ambasadori i SBA-s dhe çdo oficer i kërkuar nga prokuroria është paraqitur në prokurori, por në ndjekje të lirë sepse Edi Rama dhe Ina Rama kërkonin që të eliminonin zinxhirin e komandës, në një kohë kur Edi Rama kishte deklaruar se betejë tjetër do të ishte vendimtare dhe secili nga gardistët e thirrur janë paraqitur në prokurori. Të gjitha të tjerat janë mashtrime, tha Berisha pasi doli nga prokuroria e posaçme.